qytetit tonë për të na përcjell një fjalim. Zonja Marlinda Bufi. Mirë se keni ardhur sot në Roskovec, për gjithë ata që na vinë nga jashtë Roskovecit, por dhe për gjithë bashkëqytetarët që i kemi këtu, edhe pse dielli është i fortë akoma, por sa mirë që kemi diell. Dhe paçim gjithmonë diell, jo vetëm në natyrë, por paçim diell në Moj lulja mera, se babaj për ty o moj, është për a pike bre. Këngë fjerake për shembull, sota nesër vjen më merove tu që e merë, e tjera, vish fustanin me toka, hajde dhe moj fjerak, e tjera, plus këtë gjë, këndoj dhe këngë serenata, po e përgjithshme që jeni të interesuar për të këngën muzikare, e kanë kënduar shumë shpejt. Shumë shpejt. Edhe babaj, Bilem thoshte kështu, ndoshta ndjenin diçka tek vetë e tij, thoshte, hajde këtu anë Orxhaput, e më thoshte, hajde hidhet kënga kështu. E thoshte për shembull, këngë e vjetra për shembull, Hesbeie mona qaj. Se qane, lushe mojnë A i preferojnë tashmë në portal? Të pike brera, ja sa mana dhe moj lulja mera, se babaj për ty o moj, është për pike brera.